Këngëtarja Eglita Kon është rikthyer në shtëpinë e Big Brother VIP mbrëmjen e djeshme, pas një eliminimi të mëparshëm. Me shumicë votash, publiku vendosi t'i jap një mundësi të dytë Eglita Kos për të vazhduar garën për çmimin e madh, i cili tani do të jeri përgjysmuar, siç tha ajo vetë, për të rikthyer dinjitetin e saj në këtë kompeticion. Megjithatë, rikthimi i saj nuk është pritur ashtu siç ajo kishte shpresuar. Brenda vetëm 12 orësh pas hyrjes së saj, Egli ka humbur rreth 10.000 ndjekës në Instagram, një humbje e ndjeshme, duke rënë nga pozita e saj, ku më parë kishte arritur të fitojë mbi 150.000 ndjekës. Ky rikthim ka shkaktuar shumë reagime të përzierë tek fansat dhe ndjekësit, dhe duket se Egli nuk ka mundur të rikthejë aq shumë mbështetje sa kishte pritur. Një pjesë e madhe e reagimeve ka ardhur pas videos së postuar ndaj Gjesti, një nga banorët e shtëpisë, ku ai tregon se nuk mund të lidhet me Eglita Kon për shkak të largësisë së madhe që ka mes tyre. Ai është në Prishtinë, ndërsa ajo është në Tiranë, dhe sipas tij, kjo largësi do të bënte që çdo ndjenjë dashurie mes tyre të ishte e pamundur dhe e pabesueshme. Kjo situatë ka nxitur një sër komentesh dhe diskutimesh mes ndjekësve, ku disa e kanë mbështetur Gjestin dhe kanë shprehur dyshime për rikthimin e Eglita Kos, ndërsa të tjerë janë të mendimit se ajo mund të ketë një mundësi të dytë për të treguar se çfarë mund të bëjë në këtë garë. Kjo situatë ka krijuar një tension mes Eglita Kos dhe Gjestit, ku disa e shohin rikthimin e saj si një mundësi për të shkaktuar probleme mes tij dhe të tjerëve në shtëpi. Disa ndjekës mendojnë se Egli mund të përpiqet të dobësojë Gjestin dhe të ndikojë në rrugtimin e tij në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, duke përdorur strategji të ndryshme për të fituar mbështetje nga publiku. Në çdo rast, kjo ngjarje ka shpërthyer si një nga temat më të nxehta për diskutim dhe ka tërhequr vëmendjen e shumë njerëzve, duke treguar se asnjë rikthim nuk është i lehtë dhe gjithmonë ka pasojat e tij. Tashmë mbetet të shihet se si do të zhvillohet situata mes Eglita Kos dhe banorëve të tjerë, dhe se si do të ndikojë kjo në rezultatin final të Big Brother VIP. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!